Ishte vërtet një natë e mrekullueshme, një natë që i takon plotësisht muzikës, një natë që i takon plotësisht krijuesve, plotësisht instrumentistëve, edhe ne jemi në edicionin e 8 të kësaj ngjarje të bukur, edhe mendojmë se shkojmë dhe të gjithë ngelen të kënaqur. Edhe ajo që më bëri përshtypje, reagimi, ngrohtësia e publikut, edhe interpretimi jo vetëm orkestrës sontarëve që tashmë ka kriju traditën, po edhe në ndrejtimin për herë të parë të një dirigori që vërtet kritika muzikore e ka renditur si e ardhmja e dirigimit shqiptar, së bashku me shumë talent të tjerë shqiptar. Bashkarisht shikoni që orkestra është e mbushur tashmë me të rinj, jo vetëm student, plotësisht çfarë shikoni këtu janë plotësisht fëmijë të talentuar, muzikanta të qytetit tonë. Publiku i Elbasanit na priti shumë mirë, koncerti shkoi shumë mirë, gjithë lodhja që ne bëm dhe u munduam për këtë koncert u shpërbye shumë nga duart orkestrit. Edhe mendoj se kemi festuar siç duhet këtë ditë shumë të rëndësishme për ne, por edhe për gjithë ata që e shijojnë dhe duan muzikën. Me fat që prej disa vitesh arrit të shijoj frytet më të mira të muzikës shqiptare. La passione mia